të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për t'ju njoftuar për vazhdimin e aktiviteteve të cilat po zhvillohen në qendrat komunale të numërimit si dhe në qendrën e numërimit dhe të rezultateve. Fillimisht do të prezantojmë aktivitetet që janë duke zhvilluar këtu në qendrën e numërimit dhe të rezultateve. Ju njoftojmë se në qendrën e numërimit dhe rezultateve ka filluar numërimi i fletvotimeve që i takojnë votimit jashtë Kosovës, përkatësisht votimit në përfaqësitë diplomatike. Në 6 qershor, pra një ditë para ditës së zgjedhjeve në Kosovë, në 30 përfaqësitë diplomatike të Republikës së Kosovës, të vendosura në 18 shtete të ndryshme të botës, është zhvilluar votimi për shtetasit e regjistruar paraprakisht për të votuar fizikisht në ndonjëherë nga këto misione diplomatike. Nga 27.724 shtetasit e regjistruar, kanë votuar 22.860 prej tyre, apo 82.46%, dhe këto fletvotime do të përfshihen në numërim. Gjithashtu, në qendrën e numërimit dhe rezultateve, është duke vazhduar procesi i vlerësimit të pakove të supozuara me fletvotime, që i takojnë votimit jashtë Kosovës, përkatësisht votimit përmes postës, që deri më tani janë sjellur në Kosovë. Qëllimi, siç e kemi shpjeguar edhe më herët, është që të vërtetohet nëse këto pako janë dërguar nga votuesit e regjistruar për votim përmes postës. Deri në përfundim të ditës së mërkurë, në procesin e vlerësimit janë përfshirë më shumë se 23.300 pako, prej të cilave janë aprovuar 22.601, ndërka që janë refuzuar 755. Arsyeja më e shprehur se përse janë refuzuar këto pako është sepse në 699 raste mungon dëftesa e regjistrimit, një dokument me të dhëna unike që votuesi e pranon nga KQZ kur regjistrohet si votuesi jashtë Kosovës. Sa për rikujtim, ky proces do thotë i vlerësimit ka filluar më 9 qershor në orën 16 dhe në përfundim të tij KQZ do të publikojë të dhënat për numrin e pakove me fletvotime të supozuara të cilat aprovohen dhe refuzohen. Gjatë ditës së hënë, më 8 qershor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përmbyllur procesin e tërheqjes së pakove me fletvotime që i takojnë votimit jashtë Kosovës, përkatësisht votimit me postë, dhe nga tërheqja e pakove me fletvotime që është bërë nga kutitë postare të KQZ-s në 22 shtete të ndryshme të botës, si dhe nga kutia postare e KQZ-s në Kosovë, janë tërhequr më shumë se 85.700 pako të supozuara me fletvotime, një pjesë prej të cilave tashmë janë në Kosovë. Numri përgjithshëm i qytetarëve të cilët kanë qenë të regjistruar për të votuar përmes postës është 104.480. Ndërka sa i përket aktiviteteve në qendrat komunale të numërimit, ju njoftojmë si në vjem. Deri të njëjtën në orën 16, procesi i verifikimit dhe numërimit ka përfunduar në 35 qendra komunale të numërimit, ndërkaq numri i përgjithshëm i vendvotimeve të procesuara dhe të cilat i takojnë të gjitha QK-ve është 2271 nga 2498 vendvotime, apo 90.91% e tyre. Qendrat komunale të cilat ende nuk e kanë përmbyllur aktivitetet janë qendra komunale e numërimit në Gjilan, Prizren dhe Prishtinë. Pra, nga numri i përgjithshëm i prej 38 qendrash komunale, në 35 prej tyre ka përfunduar procesi i numërimit të votave të kandidatëve për deputet dhe verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularët e plotësuar në vendvotimet të dielën në mbrëmje. Pra, numri i përgjithshëm i vendvotimeve që janë procesuar dhe që i takojnë të gjitha këtyre qendrave komunale është 2271 nga 2498, apo rreth 91% e tyre. Pra, të vetme qendra komunale që deri më tani nuk kanë përmbyllur këtë proces është Gjilani, ku do të numërohen dhe verifikohen 33 vendvotime, Prizreni me 65 vendvotime dhe Prishtina me 129 vendvotime. Numri përgjithshëm i vendvotimeve që do të numërohen dhe verifikohen në këto 3 qendra të fundit komunale është 227. Gjithashtu për fund ju bëjmë dije sa i përket çështjes së rezultateve.
në platformën e rezultateve të KQZ-s. Së shpejti do të fillojmë të publikojmë rezultatet e përmbledhura nga procesi i zhvilluar në qendra komunale të numërimit, si dhe pas numërimit të votave nga përfaqësitë diplomatike, proces i cili ka filluar tani dhe do të vazhdoj edhe gjatë ditës nesër.